Gjibani ishte i ftuar në emisionin Ndryshe me Salsano Rapi dhe Elona Duro, ku ka folur për shumë diskutime. Një nga këto ngjarje është pa diskutim rifutja e Eglit në shtëpi. Në lidhje me marrëdhënien e saj me Gjestin, Gjibani u shpreh: "Është e shkolluar, është e artikuluar, i ka të gjitha të mirat. Me Eglin e vetmja gjë është që të merr informacionin si çdo lojtar tjetër, ta kthen kundër, të përflet, e të gjitha këto gjërat edhe për Gjestin ndryshoi komplet 360 gradë drejtim. Se ishte parimore, e drejt, e barabart, e pastaj kur erdhi Gjesti dhe i tha: "Hajde ti godasi me çfarë të kemi mundësi në moral, në gjumë", Egli ndryshoi. Kjo është e gjitha mbi Eglin. I pyetur se përse ka këtë pasion për të folur për Eglin ndryshe nga herë të tjera, Gjibani u përgjigj: "Jo, nuk e kam për Eglin, nuk po flas për Eglin, absolutisht, thjesht unë e di që Egli është në dashuri. Ato të shëndetit mendor e ka gënjeshtër, është avokatja e djallit. Fiks, jo se tani po ndryshon, por me Gjestin ishte avokatja e djallit", tha ndër të tjerat Gjibani.